10 vjetësh do martojmë prapë. Duhet me pak e kamerë. Sa lek ke futë zati? S'kam lekë vë. Jam fort për këto gjona po. Qa të vlaj tani? Jam për një brash du më vla. Afer janë ngritë që për lume. E talësh tani se jam migrante unë. Do vi pastaj. Okej. Happy birthday, happy new year. Alp Telekom, e ladha. Hajde këtu këtu të them prapë aty. Do vi pastaj. Martojmë prapë. Jo. Me 20 vjetor. Po. Pastaj, do vim pastaj. Nuk më besoj, akoma s'më besoj. Duke si prasë ku jam nëndë, sigur fluturojmë në avion kur vi në Shqipëri, e shumë duke të besoj. Mos u ndafshin kur, gjithë jetën. Sigurisht bashkë me fëmijët, se pa fëmijë s'ka kuptim jeta. Ju urojmë Anjezës dhe Orlandos jetë të lumtur, inshallah i plotësojnë gjithë dëshirat, ëndrat që kanë, të kenë shëndetin, të kenë çuna të mirë, të kenë çifti dhe familja më e lumtur në botë. Dhe u shtofshi me një gold që e keni ëndër. Hi, Anjeza Orlando, congratulations! Zojmë Gnjeza për ty. Trashgojeni. Faleminderit për festën. Να ζήσετε, να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Σας αγαπάμε πολύ. Και ευχαριστούμε για την υπέροχη βραδιά. Shumë bukur kaluam, ishte super. Uroj të trashëgojë çifti, shëndet, mbarësi. Jetë e lumtur, të trashëgojeni gjithë të mirat, me shëndet. Orlando, bratan. Alp Telekom. Na zdarovje, bratan. Jetë lumtur, trashëgojeni dhe me një çuk. Martojmë prapë. Jo. Me 20 vjetor. Po. Apo 20 për 20 vjet po. Çifti më i bukur në Jem shumë të kënaqur me ato që na dha familja. Sepse vati programi siç duhet. Siç duhet. Prindësh i lumtur, kurritet e fëmia, thotë do e bëj unë dasmën. Dhe ju të vinë të kënaqeni. Jetë e shëndet kenë që të dy të trashëgohen, Librit jetë jetë lumtur dhe fëmijët dhe këta të kenë sa më të mira në jetë. Congratulations, marriage. Të trashëgojnë dhe të kenë jetë sa më të lumtur inshallah. Ju uroj një jetë sa më të bukur, sa më të këndshme, me gjithë dashurinë time dhe të jenë sa më të lumtur me fëmijët e tyre. Do jap një urim kur të rriten, inshallah të shohim këtë video. Lukas, të uroj një jetë sa më të bukur dhe të suksesshme dhe inshallah ëndrat e tua të bëjnë një realitet. Liam, edhe ty gjithashtu, të uroj të jesh gjithmonë i shëndetshëm edhe ëndrat e tua të bëjnë një realitet.